mbaj me vete timut e fyllë, dhe koha ka ruajtur këngët e brezave. Këtu, mes natyrës dhe shpirtit e njerëzve, folklori nuk lindi thjesht si traditë. Ai u bë histori, u bë kujtim, u bë identitet. Dhe sot, zërat e së shkuarës tapojnë hapat e së tashmes. Për të vazhduar, të tregojnë të njëjtën histori. Zakoneve, riteve dhe ngjyrave të folklorit, të sjella me dashuri nga fëmijët dhe artistët e qendrës kulturore të fëmijëve. E nisim këmbëmbrëmjen me një këngë që sjell aromën e traditës sonë, timbujt e fyellit e të tamburas, dhe mesazhin e bukur që zakonet e trashëgimia jonë të mos humbasin kurrë. Ju ftojmë të ndiqni këngën Të humbasi mos i vini, interpretuar nga Ana Hoxholli dhe Orgita Llapushi. Më pas, dashuria për vendin ku kemi hedhur hapat e parë, vjen përmes këngës Për ty vendlindje, në interpretimin e Serena Mirakës. I mirëpresim në Eduard Fotike. Timore se sia gjelli që vjen me pranvera
për kryetarin e Bashkisë Gramsh, zotin Besian Ayazi, për mbështetjen e vazhdueshme dhe të çmuar ndaj artit, kulturës dhe talenteve të reja të qytetit tonë. Falë kësaj mbështetjeje, tradita jonë vazhdon të jetojë dhe të marrë jetë në skenën e sotme përmes brezit të ri artistik. Një duartërkitje e fortë dhe merituar për të. Ndërkohë, e ftojmë në skenë për një përshëndetje. Fakt, skena është voglushme, është artistëve të vegjël. Unë mendova që kisha thjesht një falënderim, por shkëlqimin kësaj skene japin këta artistët e vegjël që na kënaqin sa herë që ka aktivitete të tilla. Dua të përgëzoj drejtoreshën e QKF-s Valin, gjithë mësuesët që e qendrës të fëmijëve, kulturore të fëmijëve për punën e shkëlqyer që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë. Dua t'i përgëzoj për angazhimin që ata kanë në çdo ditë të javës dhe një gjë e tillë është vënë re kohët e fundit që QKF-ja ka rritur numrin e aktiviteteve dhe larmishmërinë e aktiviteteve, por sigurisht falënderimi kryesor i shkon artistëve të vegjël, atyre që ndryqojnë skenat qoftë të QKF-s, qoftë Pallat Kulturës, por qoftë ku jepet mundësia, që janë këta voglush të mrekullueshëm, ashtu si në këngë, në valle, në interpretime të ndryshme, dhe jam shpresë plot që Gramshi e ka të sigurt të ardhmen, e ka të sigurt përcjelljen e traditës, qoftë në këngë, qoftë në valle, qoftë në instrumenta, fal punës mjeshtrore të mësuesve të kulturës, por edhe talentit të artistëve të vegjël. Dua një dorëtrogitje për gjithë të yje që ne pamë do të shohim dhe për talentin e mrekullueshëm të tyre, por në fund fare dua edhe një falënderim ose dorëtrogitje për prindrit e tyre që gjithmonë i mbështesin në të gjitha aktivitetet dhe që jeni ju që i mbështesni edhe që jepni zemër edhe kurajo për të vazhduar me artin dhe me kulturën. Në fund fare, dua edhe një dorëtrogitje për këta shokët e mi të vegjël të rreshtit të parë, këtu. Ta mbase s'ka një talent në kulturë, në arte dhe në këngë, po do kenë talente në drejtimet e tjera. Gëzuar dhe mbarë. Instrumentale, e pas tyre, rrugtimi ynë folklorik, na çon drejt treve son me kolazhin Gramsho, as e vogël moj as e madhe, interpretuar nga Sharmi Zhupani.
Atëherë në rast të parë do të falenderoja në ju publik i mrekullueshëm për mbështetjen që na jepni gjithmonë në veprimtarinë që ne zhvillojmë. Doja të falenderoja në rast të parë gjithë fëmijët që qepin këtare në këtë folk fest Gramsh 2026 dhe në veçantë gjithë ekipin tim, si dhe drejtoreshën e shkollës Skënder Buzra, Marieta Shtylla dhe mësuese Arta Lapushi për gjithë mbështetjen që na ka bërë. Gjithashtu dhe orkestruesit Festin Kovaçi dhe scenografit Vesi Hoxha. Pasi të bësh një veprimtari për fëmijët, është një ekip i tërë mbrapa kuintave që e mbështet këtë që ju shikoni sot. Atëherë, fjalën ja jap drejtorit se fola shumë, por jam vërtet e gëzuar që na ndiqni në çdo hap. Falenderojmë të gjithë këta fëmijë të mrekullueshëm që janë pjesë të këtyre aktiviteteve që organizohen falë mbështetjes dhe Purës Palovër të stafit të QKF-s bashkë me punojësit e Pallatit të Kulturës që janë gjithmonë pranë. Gjithashtu, u tha edhe gjatë koncertit mbështetjen që kryetari i bashkisë jep gjithmonë aktiviteteve që zhvillohen qendra kulturore e fëmijëve, por edhe Pallati i Kulturës. Faleminderit të gjithë fëmijëve dhe suksese dhe prindërve për mbështetjen. Mirëmbrëma. Unë ju përgëzoj gjithë stafin e qendrës kulturore të fëmijëve dhe gjithë ata që kanë mbështetur për këtë veprimtari kaq të bukur. Unë ndjem e kënaqur që kënga që ne kemi kënduar për shumë vite vazhdon të transmetohet tek brezat e ri. Dhe njëherë faleminderit. Tani të nderuar me certifikata ndërmjetore për këtë aktivitet të bukur me për talentin dhe për kushtimin që kanë treguar për çuar bëtej traditën dhe kulturën popullore. Kjo certifikat i jepet Elisa Berushi. Motivacioni për talent për kushtimin e festivalit në Port Eston Gramsh 2026. Jepet Serena Mirakës. Lejtë motivacioni jepet Anisa Çekrezi. Certifikati njojë jepet Sharmin Zhufani. Jepet Ermina Dakares. Persiana Lici. Jepet Raimun Dragon. Ana Mozzoli. Ato Paja. Alvina Tosca. Orgita Lapushi. Teresa Hoxha. Atëherë një certifikat i njojë i jepet shkollës së mesme të bashkuar Skënder Buzra Koroçani. Në shenjë njojë për pjesëmarrjen aktive për kushtimin e vazhdueshëm në kontributin e shkuar për promovimin e kulturës, artit dhe traditës shqiptare. Certifikati i njojë jepet dhe drejtoreshës së shkollës të Skënder Buzra, zonës Marieta Shtylla. Motivacioni për Arta,
tonë, ashtu si që kam ditë me vajzat e mia, sot po e ndjek me nxënësit e mi. Kemi për maksimumi dhe mënyrë shumë mirë që nxënësit e shkollës time po e vazhdojnë të trajtojnë që faktikisht është pak e vështirë për moshën sot. Ju falenderoj dhe ju gjithashtu për pjesën. Faleminderit që ishit pjesë e të Festipol Granç 2026. Letërbetet përmbrëmje një kujtimi bukur dhe një dëshmi se tradita jonë vazhdon të jetoj përmes brezave. Natën e mirë dhe mirëpafshim. Unë ndjeva shumë e kënaqur që isha pjesë e këtij aktiviteti kaq të bukur dhe ndjek kënaqësi që kënga që ne kemi kënduar vit pas viti po transmetohet tek brezat e ri.